Bismillahirrahmanirrahim. A dini sa njerëz gënjejnë rajnë veç pse s'kan burni me kallzu të vërtetën. Dhe përmes gënjeshtrës mendojnë që dolën prej situatës. Në fakt, gënjeshtra është konopi litari i cili nuk është i lidhur askund lart. Në momentin që e kap, mendon që ke shpëtu, por bjen komplet me ta. Sa ma shumë që gënjen, qaq ma shumë i bjen që ti po dën me ungrit në litar, edhe kur bjen prej atje ma nalt, ki më ra ma keq. Gënjeshtra kur nuk është zgjidhje, sa do që ti mundohesh me shpëtu vetë vetën. Pra, gënjeshtra detyron me gënjeshtrën e dytë, e dyta me tretën, se nuk mundesh me dalë pi situatës me gënjeshtra. Edhe në këtë formë, sa ma shumë që e zgat tu mendu që me dalë prej situatës, ti qaq ma keq ja bën vetit edhe rëzohesh edhe e then qafën sa ma shumë. Çka me bo? Me e kallzu të vërtetën. Edhe nëse duket që ki me hup, e vërteta gjithsesi ka me të dërgu një shpëtim. E ke bani gabim, kallzon. E ke bani të keqe, tregon. Po ka pasojë, duhet me paguat kerën që e ke grith dikuj, edhe i ke kallzu unë të akum dëmtu kerën. S'ka problem. Nuk i mshef sanet, nuk i gënjen sanet. Burni është me kallzu të vërtetën. Prandaj Allahu xhalla shanuhu në Kur'an ka urdhnu: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju besimtar, keni frikë respekt, bëhuni të devotshëm, keni frikë respekt për Zotin. Wa kunu ma'as sadiqin, dhe bëhuni prej atyre që janë të sinqertë, që kallzojnë të vërtetën, që s'rajnë. Kunu ma'as sadiqin. Bëhuni me ata. Pra, jo vetëm që duhet t'jesh ti, po edhe të rrish me ata që janë të zban me nejt me gënjeshtarin. Ai të bën për vete, ai të nëzit me rajt, pra është një keqe. Allah ka obligu me e thonë të vërtetën, me qenë në radhët kush janë ata që thonë të vërtetën, janë pejgambert. Kulil haqqa walau kana murr, thuaj të vërtetën, edhe nëse është e ertë. Allah ka thonë thuaj të vërtetën, dëshmani drejt edhe nëse është kundër juve dhe akrabave t'juj. Muslimani ka burni, muslimani është trim, muslimani i di pasojat e të vërtetës edhe pasojat e rranës. Prandaj, shumë nga njerëzit shkojnë për harame, bëjnë harame dhe mundohen me mshef. Besimtari kallzon drejt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: Aleikum bis sidq. Kujdes, thunë gjithmonë të vërtetën. Sepse e vërteta të shpije në devotshmëri. E devotshmëria të çon xhenet, takvallahu. Edhe kundërta, iyakumul kadhib, kujdes nga rrana. Sepse ajo të çon në veprat haramit këqija, e veprat e haramit, fujuri, të dërgon në xhehenam, në zjarr. Duke u nis nga ky rregull që besimtari nuk gënjen, e thot të vërtetën edhe nëse mund të ketë pasoja, pa ai nuk i do pasojat e botës tjetër, ai don këtë botë me u kry meselja me ta. Me dal faqe bardh para njerëzve, më ju kallzu botës se unë nuk muj me rre, unë nuk muj me mshef realitetet, ju thani çka dëni, ju mendoni për mua çka dëni, ju veprani si dëni, largoni, çka dëni bëni. Ç'kjo është, unë jam i sinqert, unë kallzoj drejt, unë nuk raj, unë nuk pështjelloj. Ka'b ibn Maliku radhiyallahu anhu, kur nuk ka shku me pejgamberin alayhi salatu wassalam në betejën e Tebukut, kur është kthyer Resulullah sallallahu alaihi wasallam me ushtri, kanë ardhur njerëzit edhe i kanë kërku falje Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e tyre kanë qenë munafiqët, kanë shku te Resulullah alaihi salatu wasallam edhe kanë rënë, kanë gënjur, kanë thonë: Ja Resulullah, kum pas djalin smut, kum pas çikën smut, s'kum pas kafsh për marrë, ka qenë bashortja smut, s'u kum lënë fëmijët vet. Ja ka pranu arsyet pejgamberi alaihi salatu wasallam dhe brendsinë e tyre e kalon Zotit. Ja kalon Allahu xhalla shanuhu. Ka'b ibn Maliku e ka një devotshmërinë, ka thonë: Ma mirë çka, unë me rre, po nuk ndodh besimtari me rre, nuk ndodh besimtari me rre. Besimtari është trim, besimtari edhe nëse është
në pasojt, nuk rran. Unë nisë me shku të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe po i thojnë do, ku po shkon, mos gabon mi kallzu drejt. Qëre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pja pranon çdo kujt, domethënë pendimin, edhe ti rraje Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj mes te edhe Zotit pendohu. I tha Ka'b ibn Maliku, kush parse to te pejgamberi alayhi wasallam i than kështu filani. Tha të janë munafika i nifke Ka'bi. Wallahi, mes me dhe Zotit azza wa jall nuk kam shëftësi. Çka e di Zoti kanë me ditë edhe njerëzit. Edhe shkoj nuk hyni në radhët e munafikëve. Kallzoi drejt ishte idht, kishte pasoja. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ja fali. Tha çështën tonë kam jalon Zotit deri të zbret shpallje me këshyr apo të fal Zoti as po të fal. Kështu Ka'bit edhe dy shokëve të tij, pra historian surën Tauba është për më detajisht, ju ngushtu dunja edhe çka kanë ta. Edhe i bojkotoi pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i urdhnoi krejt me bojkotu me shok e me akraba, me familje edhe gratë e veta. Sa që thoshte Ka'bi, dilshan në barë dhe në shtëpi as gruaja nuk i ka fol. Ju ka largu urdhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kështu ju ka ngushtu dunja edhe çka kanë ta 50 ditë. Derisa prej 7 qielli ka ardhur Taubja, pendimi nga Allahu i lartësuar. Pse? Po nuk ka mundësi Zoti teston. Po nuk ka mundësi i lartësuar i Gjellëshanu që është më i mëshirshëm se sa ti për ty me të lanë keq, kur ti je i drejt, kur ti kallzon të vërtetën. Prandaj ulini me veten e juaj. A jeni prej atyre burrave që kur dilni para Allahut në ditë kiametit nuk kanë më zbulu rranat e juaja? Nuk e takon besimtarit mos me thonë të vërtetën. Prandaj ky ders, kjo këshill, një prej trimnive më të mëdha është me thonë të vërtetën. Allahu na bëf prej tyre.